Aksidenti tragjik në Itali me 2 viktima, ky është 20 vjeçari që humbi jetën. Blendi Sylaj, 20 vjeç, është njëri nga shqiptarët që humbi jetën pas aksidentit të rënd të ndodhur në Itali një ditë më parë. Nga aksidenti mbeti viktimë edhe një tjetër shqiptar, identiteti të cilit ende nuk është bërë i ditur nga autoritetet italiane. Sipas mediave italiane, një automjet tip Jeep Avenger përplas ballë me një kamion Iveco. 2 të rinj shqiptar të cilët udhëtonin automjetin tip SUV kanë humbur jetën në vendngjarje. Një i tretë që ndodhej gjithashtu në Jeep u transportua me ambulancë drejt spitalit të Saviglianos në gjendje të stabilizuar. Nga përplasja është përmbytur mjet i rënd i cili ka përfunduar në një kanal anësor të rrugës. 2 personat që ndodheshin në kamion, një çift bashkëshortësh nga Costiglione, Saluzzo, kanë mbetur të plagosur. Drejtuesi i mjetit u dërgua në spitalin e Saviglianos, ndërsa bashkëshortja e tij u transportua me helikopter drejt spitalit të Cuneos. Autoritetet italiane po vjojnë punë për zbardhjen e plotë rrethanave të kësaj ngjarje tragjike.